Lirimi i Ilir Beqajt, kur themi lirimi, kalimi nga masa arrestit me burg në arrest në shtëpi për shkak sepse u tejkaluan afatet e paraburgimit që maksimumi është 2 vite. Zhlima, si e vlerëson? Do ta vlerësoj si një dështim të spakut dhe një lirim që nënkuptoi ezaurimin e afateve procedurale, ku drejtësia nuk erdhi në nivelin e dur, por për shkak të normimit të ligjit në mënyrë taksative, të asaj që themi kalimi i afateve nënkupton lirimin e personit nga paraburgimi dhe një vendosje në një mas tjetër më të butë, që është në mënyrë taksative normuar nga ligji, kupton qartazi që edhe spaku dhe drejtësia e reformuar dështuan me rastin e zotit Beqaj. Mos harroni faktin që zoti Beqaj është një nga, do thosha, procedurat dhe procedimet shumë të bukura për studim. Pse? Sepse ai në momentin kur ishte i hetuar për tendrat europiane, ishte dhe i proceduar dhe ishte në masën detyrim paraqitje për sterilizimin. Pra, duke qenë një person i cili ishte në detyrim paraqitje, s'kishte pse ta vendosë arrest në burg, kundërkohë ai person kishte dhënë mesazhe që nuk po kryen vepra penale dhe po paraqitet përpara drejtësisë. Sepse në fund fare, masa e sigurisë është që personi të vihet përpara drejtësisë, jo vetëm të prish provat dhe të bëjë ato situata të tjera që flasin këta. Por puna është që ne këtu pam se si u faktua pas një kohe të gjatë dhe këtu të lutem kërkoj vëmendjen tënde maksimale. Çfarë do thotë kjo? Ju e dini shumë mirë që zoti Shabani në politikën shqiptare u fut në mënyrë më të drejtë për drejtë në 2020-ën, sepse bëri kallëzimin penal për sa i përket shëndetësisë. Dhe ju e dini shumë mirë që populli shqiptar investon tek shëndetësia dhe arsimi. Pra do të thotë është një popull që ka emocion tek arsimi dhe shëndetësia. Dhe për të bërë një qasje publike të mirë, u desh një kallëzim penal që zoti Shabani të ishte pjesë e politikës aktive dhe të merrte parasysh. Dhe ju e patë shumë mirë që triumfi apo më mirë letra A4 që ai ka dhe përcillte në çdo media publike, thoshte për kallëzimin e famshëm kundër zotit Beqaj. Dhe aty e pat ju që të gjithë mediat e merrnin, e bënin reklamë dhe kështu me radhë. Dhe në fund fare, në gjithë kohën e mandatit të tij si kryetar i një partie, ai gjithmonë vazhdonte me sterilizimin. Dhe sot ju e shikoni të provuar, të faktuar që kallëzimi i sterilizimit ishte një porosi, sepse në fund fare zoti Shabani me votat e Partisë Socialiste u bë avokati i popullit. Uroj edhe ju edhe unë të bëjmë avokati i popullit në të ardhmen, duke na marrë Edi Rama në telefon na thot, hajde bodhe ti në këtë organ juridik. Pra, ju e kuptoni shumë mirë që kallëzimi penal ndaj zotit Beqaj për sterilizimin ishte një kallëzim penal i stisur ndaj zotit Beqaj. Mos u merr me kallëzimin, merru me hetimin. Kurdo? Kallëzim mund ta bëj kushdo. Merru me hetimin. Po, edhe unë bëj kallëzim penal, por puna është që edhe ai që bën kallëzim penal duhet të mbajë edhe përgjegjësi kur kallëzimi është i rrem. Mirë, sepse ta provoj drejtësia këtë. I dashur zoti Bora duhet të kuptosh diçka. Unë jam dakord që populli don që të ndëshkohen të gjithë ministrat që kanë vjedhur, kanë bërë apo dyshohen që kanë vjedhur. Unë kam një qasje tjetër. Ministri po u kap në kushtet e korrupsionit, po me flagrancë. Jo, kapet sepse ky jetoi te vila ime, erdhi nejti një ditë dhe ai tani jeton aty, po është e imja, vila është aty tjetër. Këto janë fjalë muhabet të shkotit. Tani, unë uroj që zoti Dumani, dhe do gjendet kjo gjë, këtë kapur që në të njëjtin avion ka udhëtuar me 2-3 biznesmen. Tani zoti Dumani vjetë që duhet të kishte urdhëruar që biznesmenët në të njëjtin avion, në vajtje dhe në kthim, nuk duhet të kishin udhëtuar me të. Mirë, se kjo është praktike spakut, që fut në burgë dhe kësaj gjykate. Pse ke udhëtuar me avion? Kur ti nuk e di çfarë lidhje ke me atë tjetër, i bie që unë të gjena një gjyqtar i prokurorit zbriti nga avioni sepse nuk duhet të kuptohet që ne të dy kemi udhëtuar.
E kupton në cilën filozofi është kjo e vilës? Pra, vi unë të vila jo dhe vjen ti të vila ime, kjo konvertohet në korrupsion. Pra, rasti i zotit Beqaj është një rast shumë delikat për të studiuar. Pse? Si ka mundësi që pas këtyre viteve njeriu që urrente Partinë Socialiste, njeriu që, të jemi realiste, nuk fitoi në zgjedhjet e 11 majit, zoti Shabani. Mirë. So ajo puna me lista. Pse duhet Partia Socialiste vendosta te kanë kryetar të kështu kreun e avokat të popullit? Hajde burse e vuri dhe Partia Demokratike tani mos të hyjmë sa histori se nuk. Jo, prit një sekond, po të them pse. Po Partia Demokratike ka atë tjetër, 46 ditë ishte tek Bashkia e Tiranës, sapo arrestu Veliaj nuk shkonte më te Bashkia e Tiranës, pse daloi korrupsioni me arrestimin e Jo Veliës. Protestën aty e patën. Po prandaj po them, unë e di çfarë them, nuk është se unë po them diçka që nuk e di çfarë po them. Unë them diçka që e di shumë mirë çfarë po them, po puna është ta kuptojmë bashkërisht të gjithë se si po luhet një lojë e madhe. Loja e madhe ishte kjo, futën Beqaj në burg, ti kopsisin dosjen gjatë rrugës. Pse se kishin gati? Pse? Sepse Edi Rama i thoshte arrestoni. Çfarë bërën ata? Thanë, po të arrestojmë edhe njeriu tonë që e ke mbrojtur, që në sy të publikut të dukemi të mirë. E kuptove zoti Bora? Okay. Nuk kemi të bëjmë me drejtësi të pavarur të paanshme, kur nuk kemi fuqizuar sistemin e drejtësisë që janë gjykata. Po ke gjyqtar lapajos, gjyqtar koti, ti këtu nuk do kesh drejtësi kur, edhe sikur Spaku të sjellë një dosje të përkryer ashtu siç do ti. Po kurse si nuk do ndodhi kjo, kur gjyqtarët e Spakut, e prokurorisë së zakonshme, të posaçme, gjykatat e zakonshme të posaçme, kanë familjarët të tyre në pushtetin e Edi Ramës dhe në fundrat e tij, këtu kur nuk do ketë drejtësi dhe do ketë gjithmonë thjesht statistika për të kënaqur opinionin publik. Prandaj, rasti i zotit Beqaj nuk kupton dështimin dhe gjithë procedimeve penale që janë bërë me porosi nga Asambleja e Partisë Socialiste. Edhe zotit Beqaj uroj të reflektoj dhe mos jetë më do thosha ai ushtari Edi Ramës, sepse Edi Rama në fund fare e lëshoi dhe atë ashtu siç ka lëshuar të gjithë të tjerat. Uroj që edhe këta ta lëshojnë Edi Ramën në momentin më të vështirë në jetën e tij politike. Gylse Zhlima, të falenderoj. Falenderoj që të pata. Edhe unë ju falenderoj shumë për këtë sezon që kemi ndarë bashkë të gjithë ato ngjarjet dhe uroj që të bëjmë pushime të mbara dhe të rish jemi